Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të radio televizorit Zëri Liri. Jemi me ju sot e hanë datë 3 nëntor 2025. Pranë mikrofonit si çdo natë moderatorja juaj Lule Shabanin nga studio qendrore në Gjermani. Kemi kënaqësinë të ju mirëpresum në bashkëpunim të emisionit të natës, ku mund të bëheni pjesë e emisionit tonë nëpërmes numrit tonë të pandryshuar të Viberit, me thirrjet e juaja apo edhe me shkrimet e juaja në +383 481 509 70. Shpresoj se keni kaluar një ditë të bukur, një fillim jave të mbarë dhe jeni të gjithë shëndoshë mirë me familjet e juaja. Ju kisha thënë të bëni sa më shumë shpërndarje në faqes tonë të Facebookit që të dhem hapësirë dhe dëgjuesve tjerë të jenë pjesë e emisioneve tona, duke ju falënderuar çdo herë. Ju që bëni shpërndarjen Radio Zëri të Lirë në për grupe, në për shoqëri, respekt nga unë moderatorja juaj Lule Shabani dhe stafi i Radio Zëri të Lirë. I përshëndes gjithë dëgjuesit që janë dëkyqur këto në live stream dhe po shkruajnë, po na përshëndeten, po ashtu i përshëndes edhe të gjithë ata që janë duke na ndjekur, duke na shoqëruar dhe dëgjuar dhe nuk po shkruajnë. Një përshëndetje veçantë shkon për të gjithë ata mas perde, se për shoh Elfejtën që tash, edhe Elfejtja ka që mi përshëndet ata mas perde mas shumëti. Përshëndetja e parë sante na vjen nga administratori Radio Zëri të Lirë Avni Qerimi, ku na shkruan përshëndetje dëgjues besnik të Radio Zëri të Lirë. Bashkë me yllën e moderim me drejtoreshe Lule Shabani, mbrëmje të bukur, zoti ju bekoft, respekt pa kufi. Faleminderit shumë i nderuar i vendas, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju, familjarisht respekt pa fond. Po ashtu na shkruan edhe Ismail Rexha, përshëndetje RTV Zëri Lirë, përshëndetje staf, përshëndetje moderatore Lule Shabani dhe ju dëgjues, mbrëmje dhe argëtim të bukur, ju përshëndesen nga Koperi, respekt. Faleminderit shumë i nderuar Ismail Rexha. Edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna duke të uruar argëtim të bukur në vazhdim. Përshëndetja e radhës si çdo herë nga Deçani heroik, nga shkrimtari jonë Gjevdet Aliçka, i ku na shkruan përshëndetje RTV Zëri Lirë. Përshëndetje stafin, administratorit, drejtoreshen, moderatorin e nderuar Lule Shabanin, për të gjithë ju të pranishëm. Faleminderit të shumë i nderuari Gjevd, edhe ne të përshëndesëm familjarisht, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju, respekt pa fund. Po ashtu na shkruan edhe vllajim dhe administratori tjetër i Radio Zëri të Lirë, Rahim Figashin nga Austria, përshëndetje nga unë për ju dëgjues të Radio Zëri të Lirë. Faleminderit Vllaçko, një përshëndetje vllaznore, shpirtnore, zemrore edhe për ty. Të uroj punë të palodhshme, faleminderit shumë Vllaçko, të dua shumë. Na shkruan Hamdia Çeliç, mirë mbrëma, faleminderit i nderuar Hamdia Çeliç, edhe ne të përshëndesëm, mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve. Nasser Zani, përshëndetje, Abdullah, përshëndetje, këta qajnë gjë edhe që s'po shkruajnë pi përshëndes. Le të dinë që janë të Radio Zëri Lirë, kështu që i falenderoj nga zemra. Aurora na shkruan. Përshëndetje Lule Shabani, respekt, zemër. Kale bukur gjithë ndëgjuesit e RTV Zëri të Lirë me kafe. Faleminderit Aurora, gjithashtu mbrëmje të bukur edhe për ju, familjarisht. Argëtim të bukur, faleminderit shumë nga zemra. Gazmend Mehmeti, ju përshëndes të gjithëve, faleminderit i nderuari Gazmend, edhe ne të përshëndesëm, faleminderit shumë. Na shkruan Nexhmi Xhamali, përshëndetje Lule, përshëndetje ndëgjuese, respekt dhe kaloni bukur, faleminderit shumë Nexha, edhe ne të përshëndesëm, të falenderojna, respekt pa fund nga ona jon. Kosovare Kavaja, përshëndetje nderuar, mirë se vjen. Vazhdoj. Alina, të përshëndes shumë, respekt pa fund, faleminderit edhe për kafet. Sara, na shkruan mirë mbrëma, faleminderit Sara, të përshëndesëm, të falenderojna duke të haruar çdo herë, mirë se ardhe në mesin tonë, po ashtu edhe dëgjim të këndshëm. Hoxha i Gjevdet, ju përshëndes nga Belgjika, faleminderit i nderuari Hoxha i Gjevdet, edhe ne të përshëndesëm këtu nga studio qendrore në Gjermani, faleminderit shumë. Ndas Hysena, i mirë mbrëma,
mbrëmje të lumtur kalofshit të gjithë dëgjuesit dhe respekt për ju stafin dhe moderatore Lule Shabanin. Faleminderit shumë do të Senaj, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju, faleminderit shumë me respekt si çdo herë nga ana jonë. Na shkruan edhe Lili, mi mbrëma për të gjithë të pranishmit, faleminderit shumë Lili, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju, respekt pafund. Ismet Shala, mirë mbrëma, përshëndetje të gjithëve, faleminderit i nderuar Ismet Shala dhe ne të përshëndesim të falenderojmë, respekt pafund. Shkruan Adifete Ajdari, përshëndetje Lule zemër, respekt e dashur dhe ju ndëgjues. Faleminderit shumë Adifete e dashur edhe unë të përshëndes dhe të falenderoj si çdo herë që je bashkë me neve. Adifete sa të ja ardhë ma herët se pra me kum shtyje emisionin pikërisht 20 minuta, dëbetona vetëm për ty se erdhe me vënesë dhe tha u ky qavan ka këtë shku, kështu që për dëgjues të tanë të mrekullueshëm kanë herë ja vlen edhe të zgjatet emisioni për 10-15 minuta, 20 minuta, s'ka gajle, qa me thonë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Selman Palloshi, ku na shkruan përshëndetje respekt për të gjithë. Faleminderit shumë nderuari Selman dhe ne të përshëndesim familjarisht. Të urojmë mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Hava Liçkaj na shkruan përshëndetje Lule Shabani respekt pafund zemër. Faleminderit shumë Hava Liçkaj të përshëndes zemër edhe unë familjarisht respekt dhe krenare që jeni pjesë e Radio Zerit e Lirë, ti dhe familja jote pikërisht shlerimtari jonë Gjevdeta Liçkaj, ku ju falenderoj nga zemra. Na shkruan Hamide Osmani, mi mbrëma Radio Zeri Lirë, ju përshëndes ty, bukuroshe Lule Shabani dhe gjithë stafin e dëgjuesit, tu kaloni një mbrëmje sa më të bukur zemër. Faleminderit dashura Hamide Osmani, edhe unë të përshëndes shumë dhe të falenderoj nga zemra, respekt pafund nga ana ime dhe stafi i Radio Zerit e Lirë. Një përshëndetje na vjen si çdo herë nga dëgjuesi jonë Imran Aliu, ku na shkruan përshëndetje Radio Zeri Lirë, përshëndetje të gjithë. Faleminderit i nderuari Imran Aliu dhe ne të përshëndesim dhe të falenderojna si çdo herë që je bashkë me ne, respekt pafund. Na shkruan Enver Fazliu nga Barileva Heroike. Përshëndetje stafin, përshëndetje moderatore Lule Shabani, Allahu ju bekoft me familje, përshëndetje dëgjuesit, respekt për të gjithë. Faleminderit shumë Bacenver edhe ne të përshëndesim familjarisht, mbrëmje të bukurit mirë për ju, të uroj punë të palashme, faleminderit shumë respekt nga unë dhe familja ime dhe stafi i Radio Zerit e Lirë. Po përpiqem të lexoj komentet që na kanë përshëndet, shumica janë edhe në mes veti, ku i falenderoj për sjelljen, respektin që kanë dëgjues të Radio Zerit të Lirë, si me ne si staf, po ashtu edhe si dëgjues që janë në mes veti tashmë si të jeni familje, respekt pafund. Na shkruan edhe Elfete Mehmeti. Me mbrëma Lule Shabani zemër, të përshëndes dhe të urojmë mbrëmje sa më të bukur ju, stafin e radios dhe të gjithë ndëgjuesit, emër për emër, shumë respekt. Faleminderit të dashur Alfete dhe unë të përshëndes familjarisht dhe të urojmë mbrëmje të bukur, artim të mirë. Faleminderit shumë respekt çdo herë nga ana ime. Faleminderit nga zemra të përshëndes. Rabie Gërudhani, përshëndetje Lule Shabani gjithë dëgjuesit, faleminderit shumë Rabie dhe unë të përshëndes, të falenderoj, respekt pafund nga ana ime. Zot e vraftat shtrig, po shumë të pas ka bo djalin me vujt. Vallaj e ka bo, qa me bo? Remzi Beqiri shkruan përshëndetje Remzi dhe ne të përshëndesim, faleminderit shumë. Një përshëndetje na vjen nga Presheva, nga dëgjuesi jon Fehmi Jahiv, ku na shkruan mi mbrëma Lule Shabani. Edhe stafin tuaj dhe ndëgjuesit tuaj, respekt për ju o njerëz. Faleminderit shumë i nderuari Fehmi Jahiv dhe ne të përshëndesim familjarisht, urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Na shkruan Lek Durgaj,
Leke, më falni, mirë mbrëma, përshëndetje, faleminderit shumë Leke, edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna respekt pa fund. Lumni Saiti na shkruan përshëndetje motrush Lule Sabani zemër, faleminderit shumë dashura Lumnie, edhe unë të përshëndes zemër dhe të falenderoj respekt pa fund. Ana Rosi, përshëndetje për të gjithë, faleminderit Ana, një përshëndetje edhe nga ana jonë, faleminderit shumë, po ashtu pa harruar asnjëherë dëgjuesën tonë nga Shkodra bukur me Teo Katalina ku na shkruan. Rrytë Vizarilir me mbrëma nga Shkodra me yllin e moderimit Lule Shabanin, stafin dhe dëgjues argëtim të bukur, respekt për të gjithëve nga një kafe. Faleminderit shumë zemër me Teo Katalina dhe ne të përshëndesëm, të falenderojna, të urojna argëtim bukur dhe shpresoj se je mirë me familje dhe me shëndet. Shpresa fundit, përshëndetje për të gjithë, ju dëshiroj një mbrëmje të mirë, faleminderit shumë e nderuara shpresa, mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve, faleminderit shumë. Lule Shabani zemër, shnet të baftë që mi përshëndete këta masferte. Elfete, pikrisht kur të fash ti mu kujtu më pasha një zatë. E di se ti shumë ki qef ata me i përshëndet. E një përshëndetje na vjen edhe nga poeti ju nga Gjermania, Sami Hasani ku na shkruan, përshëndetje e nderuara Lule Shabani, staf realizues. Dëgjues të respektuar, mbrëmje të bukur e argëtuese juroj nga vendi i punës. Faleminderit shumë Sami Hasani dhe ne të përshëndesëm familjarisht, të urojna mbrëmje të bukur, argëtim të mirë, po ashtu punë të palodhshme, respekt pa fund. I falenderoj dëgjues tanë që edhe nga vendi i punës na përshëndetin, na dëgjojnë, na shiqojnë, na falenderojnë, respekt, me mia herë respekt nga ana ime dhe stafi i Radio Zërit e Lirë. Lule Shabani të përshëndes familjarisht, Zoti ju bekoft. Selman, përshëndetje të ngrohta vëllezërore edhe nga ana ime dhe familja ime dhe stafi im. Për ty edhe familjen tënde. Faleminderit shumë nga zemra. Na shkruan Haki Saiti, përshëndetje e Radio Zërit e Lirë, moderatore Lule, respekt juve të gjithë këtyre dëgjuesve, kaloni mirë. Faleminderit shumë i nderuari Haki Saiti, respekt edhe nga ana jonë, faleminderit shumë, Zoti të rujtë dhe bekoft, respekt pa fund. Na shkruan Kujtim së Mangjukaj, përshëndetje e Radio Zërit e Lirë, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit. Faleminderit shumë i nderuari Kujtim, gjithashtu një përshëndetje edhe për ju, familjarisht, respekt pa fund edhe nga ana jonë. Na ka dërgu një poezi, o një kërkoj folje kur për mi dërgon në live stream, po më kalojnë, kështu që do ta lexoj pa e hapur misionin, poezin që e ka dërgu pikërisht i nderuari poet ju nga vendi i punës, pra duke punu Sami Hasanin nga Gjermania. Jeta, unë kërkoj falje, para se të shkaj, kërkoj falje për ndonjë gabim, se këtu për këto po lexoj dhe asnjëherë as fjalë shumë asit, veç që pash poezin, se thash tani mik, ma nuk e gjaj. Jeta, një jetë kemi me jetu, andaj duhet me gëzu. E veprat e mira me punu, as kënd në jetë mos me nënçmu. Jo inate, jo gjelozi, mirë kuptim e dashuri, me fjalë të mira me fillu, me qetësi me bisedu. Me të gjithë mirat me kalu me respekt, atëherë do t'jetë prefekt. Nëse të gjithë smujnë me respektu, po kurse si mos me jofendu. Njerëz jemi, mundemi të gabojmë, nuk është turp falje të kërkojmë, ai i cili falje kërkon edhe Zoti atë don. Jo urrejtje, jo xhelozi, jo dhunë, jo padrejtësi, se nga këto nuk kemi dobi. Por mirë kuptim, po bashkëpunim, po edukim, po arsim, po fjalë, po drejtësi, nga këto kemi dobi. Me respekt, Sami Hasani nga Gjermania. Faleminderit shumë Sami Hasani, respekt pa fund nga ana jonë. Prap e kam edhe një poezi, edhe këtë poezi, se të një po jezë bërqë, e pikërisht e kemi një person.
Pikërisht poetin tonë Sami Hasani se çdo herë që është në radion tonë e ban shpërndarjen në shumë grupe, po ashtu edhe me këto poezi që zbukuron, e madhështon dhe i jep kuptim emisioneve tona të natës, respekt pa fund. Njeriu. Njeri dashura mos urrej, mos gjeloza, bëhi dashur për familje, për fëmi, çdo krijesë respekto, vetëm për të mirë mendo. Me veprat e mira pa xhelozi, ka dobi çdo shoqëri, me dashuri e mirësi nihet mirë çdo njeri. Çdo krijesë e gëzon me fjalë të bukura kur fillon, bëhi matur për shoqëri, biseda me ëmbëlsi. Motra vëllezër shqipetar, përse kështu të përqar, përse mes nesh urrejtje xhelozi, është më mirë me dhuru dashuri. Sami Hasani, Gjermani. Faleminderit, shumë respekt pa fund Sami Hasani. Lule, unë të thira, faleminderit shumë hava respekt, nuk e di qa kum thonë pse the, por si do që tjetë unë të di që kam një respekt veçantë për familjen tuaj, respekt çdo herë, dhe do të kemi çdo herë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Sherife e Jupi Zeqiri, përshëndetje Lule, ju uroj gjithë të mirat me familje. Faleminderit shumë e dashura Sherife, edhe unë të përshëndes, të falenderoj të uroj gjithë të mirat e botës për ty dhe familjen tuaj. Lule, ati feta i dari e ka në rënë me fshi banesën, e ka ardhë me vënesë, po pra mu ardhë me vënesë. Mu ka dasht me shty emisionin për ati feten, po kena bre, kena presidente, një presidente kena, o Selman. Një përshëndetje na vjen edhe nga Isa Bajrami ku na shkruan, me mbrëma Radio Zëri Lirë, mbrëmit mirë dëgjues, ju përshëndesën nga Podguri i Selman Kadris. Faleminderit shumë i nderuari Isa Bajrami, të përshëndesën familjarisht, urojna arktim të mirë dhe pushimet të këndshme e të qeta të rahatshme atje në vendlindje. Na shkruan Nadia, me mbrëma gjithëve përshëndetje Lule Shabani, respekt zemër. Faleminderit shumë e dashura Nadia, edhe unë të përshëndes zemër, të falenderoj respekt pa fund nga ana ime. Po ashtu Elsa Kajtazi na shkruan përshëndetje për të gjithë. Faleminderit Elsa, gjithashtu mbrëmjet bukurit mirë edhe për ju. Ajo kom full thonë vëmëre. Ana Rozi, ji shumë e mrekullueshme Lule Shabani. Ana, faleminderit, respekt, dëgjues e mi të mrekullueshëm, me japin forcë, me japin energji, me japin pozitivitet dhe dashuri kur i shoh dëgjues që janë të kënaqur. Unë çdo herë e gjaj forcën, edhe pse ndoshta ndonjëherë jo edhe mirë emocionalisht, se ka dash zoti me shëndetja mirë, por kur i shoh dëgjues të kënaqur, kur i shoh dëgjues që kënaqen tek Radio Zëri Lirë, me zërin tim, me muzikën, me atë që unë mundohem nga shpirti të jap për ju, unë çdo herë jam e lumtur dhe e kënaqur, respekt pa fund. Lule Shabani dua me ja u kthy se shumë po më dojnë këta pas perdeve. Valla mërë elfete, le dojnë, e mos dojnë, e mos tanin, shnash kryt se ka puqa bal. Kryesore, familjen mirë, shneten mirë, çdo gjë në rregull, kur ofsha, mos u vrofsha. Këta mas perdes mujnë veç lajka me na ba. Shkoj tutje. Lule Shabani, unë shpërndava në 4 anët e botës deri tek Amerika, Kanada, këto njerëzit ndër ne njerëzit, hajde gjithë nga një shpërndarje. Na shkruan si çdo herë Fehmia Hiu, faleminderit shumë Fehmi, respekt pa fund. Si jam xheloz? Jo, a di ku je xheloz Selman? Ti me ti ngut stezet, ti bosh xheloz,
se ty be përdoj si e ngosht. Selman, e di se ti ban vetë shako dhe nuk prejkesh asnjëherë. Selman tezet, veç për ti përshëndes ma shumë ti. Na shkruan Murtez Dajaku nga Drenica, përshëndetje për gjithë, faleminderit Murtez, përshëndetje edhe për ty. Qesk Palushaj nga Shkodra, faleminderit shumë Qesk Palushaj, të përshëndesëm atje në Shkodër. Hajde. Kush e ka shpik dashurin trupi ju thoft, ju mëre shuj, se zban ashtu mos nem zotit je këty. Pa dashuri s'ka kur gja, nuk do të dashurësh vetëm një burr apo një gru, një femër apo një mashkull, po dashuri dohet jap njeri për çdo njeri sinqert dhe që ka fytyrë karakter. Luli Shaboni dhe Meha o ka të përshëndes shumë respekt, pa dallavere këtu jena duke të dëgju të dytë. Faleminderit shumë Elfejte. E përshëndet edhe Mehen shumë në emrin tim dhe të familjes time, po ashtu edhe të stafit tim. Respekt pa fon për Mehen, për ty dhe për krejt familjen tënde. Na shkruan edhe Avni Hasani, mi mbrëmë Radio Zëri Lirë dhe dëgjus një mbrëmje të bukur ju rejtë gjithve. Faleminderit shumë Avni Hasani. Mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve, respekt pa fon. Emine Bojniku, mi mbrëma mirë se ju gjejta Lule, ty dhe stafin, mi mbrëma dëgjuse dhe dëgjuse e mirë se ju gjejta ren me ren. Faleminderit shumë e dashura Emine, edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna mirë se na erdhe. Astrid Sendiku, mirë se erdhe, nderuar mbrëmje të bukurit mirë për ty, faleminderit shumë, respekt pa fond. Shkruan administratori radios, Luli Shabani, ju jeni ajo që na bashkoni e na argëtani, po gjithashtu edhe shtresin na largoni. Me valet e Radio Zëri të Lirë, Zotit të bekoft familjarisht se mundi yt ka vlera kombëtare, respekt pa fund. Faleminderit shumë nderuar i vendas dhe administratori Radio Zëri të Lirë, respekt për këtë fjalë. S'kam qatë shtoj se thash ma heret, kështu që rri ato ku thash, respekt për ty, po ashtu edhe për gjithë këta dëgjues të mrekullueshëm, kudo që janë, kudo që jetojnë dhe punojnë, Zoti i ruajt me familjet e tyre. Përshëndetje radhës na vjen nga vendasi Cen Lausha nga Gjermania. Përshëndetje mi mbrëma gjithëve dëgjuesit e shtëpisë së madhe të Radio Zëri të Lirë. Përshëndetje moderatore Lule Shabani, mbrëmje të bukur dhe respekt. Faleminderit shumë vendas, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për ju, respekt nga ana ime, Zoti të ruajtë të bekoft. E kemi këtu edhe si bukurën ku na shkruan mi mbrëma të gjithëve prezent me nga një kafe dhe cigaret. Wow, hajde si bukura mirë se na erdhe, Zoti të ruajtë të bekoft. Faleminderit për kafet, për cigaret, respekt, argëtim bukur e faleminderit shumë si çdo herë që je bashkë me ne. Luli Shabani zemër shumë faleminderit, Zoti i ruajt e ju bekoft me mbar familjen, respekt me dorën e zemër të gjithë. Gjithnjë, faleminderit shumë Elfejte, respekt çdo herë edhe nga ana ime. U kyqa me vones o ju me që me siguri me keni kalu disa pa ju përshëndes, ju kërkoj ndjes po respekt për të gjithë ju, Zoti ju begatoft, shkruan Femia Hiu. Faleminderit shumë Femi. Kështu që shpresoj se nuk i kom harru të paktën këta që kanë shkru dhe na kanë përshëndet nëse staf. Edhe njëherë i përshëndes të gjithë emër për emër, ju që ajni këto në live stream duke shkru, i përshëndes gjithë ata që na shiqojnë dhe dëgjojnë, respekt pa fund. Unë do shkoj me një pikë muzikore dhe me njëherë pas këj këngë numri do tjetë pra i hapur, Viberi në plus 383 48 1509 70. Mund të telefonane. Me këtë pikë muzikore i përshëndes të gjithë shqiptarët anë banë ku janë. Dëgjim të kërshëm.